I nderuar dhe shumë I respektuar kryetari I Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë, Hafiz Efendi Shakir Fetahu, shumë I respektuar dhe I nderuar mikti I miqtinisë së Kumanovës, Hafiz Abedin Imeri, të nderuar dhe shumë të respektuar hoxhallar, profesor, të nderuar vëllezër dhe motra, më lejoni që në emrin tim dhe në emrin e kryetarit të komunës që përshëndet me përshëndetjen e banorëve të xhenetit. Selamu alejkum wa rahmetullahi wa barakatuh. Jam I nderuar dhe I privilegjuar që sot në fshatin Likovë, respektivisht në komunën e Likovës, të marrim pjesë në hapjen e një institucioni fetar, e një shkolle të Kuranit, po sot të thotë që është vetëm një shkollë për mësimin e leximit të Kuranit. Ky institucion fetar, sikurse gjithë institucionet tjera fetare, janë institucionet në të cilët vendosen themelet e një shoqërie, vendosen themelet e një familje, vendosen themelet se si duhet feja, se si duhet Allahu xhalla shanuhu, ose se si duhet adhë. Nuk do të flas shumë për këtë objekt, të cilin do të ketë privilegjuar komuna e Likovës që ta ketë këtu. Do të flas për një institucion tjetër, që ishte nderuar komuna e Likovës, respektivisht fshati Likovë, e ai institucion patyshim është familja Ajeti. Së bashku me ti hafizllarët e nderuar, Hafiz Refik Ajeti dhe Hafiz Bajram Ajeti, të cilëm lutim Allahun të shpërblejë me gradën më të lartë të xhenetit. Ata ishin di hoxhallar, di hafizllar, di mësues, nga të cilët dolën shumë gjenerata dhe nga të cilët mësuan shumë gjenerata, të cilët na mësuan se si duhet familja, si duhet adhëu, si duhet kombi, respektivisht si duhet Allahu xhalla shanu. Andaj pa humbur shumë kohë, ju uroj për këtë institucion, duke ju garantuar dhe duke u zëtuar se komuna e Likovës si institucion të qëndrojnë mbrapa këtij institucioni dhe institucioneve tjera fetare, dhe duke e lutur Allahun që ta mbrojë si shoqëri nga çdo e keqje. Assalamu alaikum wa rahmatullah.